A është Erion Veliaj një sakrificë e pushtetit, e Edi Ramës, e Spakut, apo një betejë fituar nga ana juaj? Shiko, janë shumë sakrificë mund ta quajmë dhe viktimë të Edi Ramës, termo mund t'i gjejmë. Unë mendoj që janë shumë provat, pra Erion Veliaj është një provë betejës. Shumë faktor, është një provë një modeli. Shiko, ajo që ka ndodhur me Veliajin është që ti je dëshmitar okular dhe dëshmitar i dorës parë, sepse unë gjej rastin ta them publikisht që të falenderoj dhe cëna si media, cëna të vëndet, cëna .al, për pasqyrimin që i ka bërë të gjithë denoncimeve dhe aferave të Bashkisë Tiranë, se tash duket normalitet, por po të kthehemi pak në kohë, 3 vite më parë, por edhe pak më shumë në kohë, asnjë media, shumë pak ishin mediat apo portalet që guxonin të përmendnin emrin e Erion Veliajit dhe Bashkinë Tiranë. Dhe CNA-ja, duke filluar që nga historia e inceneratorëve dhe u theksua tek inceneratori i Tiranës, që është një mega aferë që vijon edhe ditën e sotme dhe që është një nga dëshimet më spektakolare të Spakut, dhe nëse do mund dalemi dhe më vonë. Unë sinqerisht dua të falenderoj për kontributin që keni dhënë si media, por nga ana tjetër jam këtu para një njeriu dhe një dëshmitari që nuk e manipuloj dot dhe e di të vërtetën. Shkojmë te e shiti Edi Rama thën troç. Apo e arrestoi Edi Rama Erion Veliaj? Apo ishte forma politike e betejës së Belindeviçit? Unë besoj fort që pikës pari ne si PD, unë si Belind dhash një model se si bëhet opozita dhe se si bëhet një garë politike. Pra, mbaruan zgjedhjet lokale të 2023-shit, dolëm ne dhe gjatë gjithë kohës u denoncua që shtabi PSD dhe shtabi elektoral i Veliajit vodhi zgjedhjet, dolëm me pretendimin që Erion Veliaj vodhi zgjedhjet dhe vidheshin parat për të blerë më pas vota. I bëjnë të blerjet dhe vjedhjet Erion Veliaj pak të çka nkratë. Absolutisht që jo, arkitekt është Edi Rama, pa diskutim, skema nuk ka rënë, vijon, por që ti jemi të qartë. Modeli që unë dojsh më pas ishte që ne nuk u mjaftuam, unë personalisht nuk u mjaftuam vetëm me deklarata publike, me retorik publike, por me aksion konkret, protestat 24 javë të gjitha. Do ta flasim pak dhe për Spakun. Sigurisht, unë nuk jam këtu për të thënë që ishte vetëm aksioni ynë që çoi Erion Veliajin aty ku e çoi juridikisht dhe politikisht. Patjetër ka qenë vullneti i pakursyer dhe i pandërprerë i Edi Ramës për ta goditur Erion Veliajin, një delfin tin, por nga ana tjetër një njeri që u fuqizua shumë, u maj me parat e buxhetit shtetit dhe qytetarëve të Tiranës, bleu influenca shumë të mëdha, shpeshherë konsideroi njeri më i afërt me Sorosin se sa vetë Edi Rama.